Didi ishte një personazh që po ta shohësh sot në gjyq, sa po ka shkuar në gjyq për herë të parë, nga historia që e kapën, të bën përshtypje si është plakur fytyrë. Po. Se po mungon adrenokroma. Po. Mungon adrenokroma. Dhe këta njerëz pa adrenokrom nuk mund të shkëlqejë fytyra. Plaken për herë. Zbëhen për herë, zvetnohen për herë. Pyetja ç'është adrenokroma? Ka shumë teori. Unë di një që ekziston. Se si se qysh, zero. A vjen nga fëmijët, nga frika e fëmijëve, e vërtetuar me shkencë. Se thash unë, ka studime që vërtetojnë se si mund dalin. Se si mund ta prodhojnë. E ku ka mënyrë më të mirë për të prodhuar diçka me kohë sa më të ulët, që është një gjë shumë e shtrenjtë. Unë besoj vlla. Dhe ku shkojnë fëmijët që zhduken çdo vit në Amerikë? Ku shkojnë fëmijët pafund që zhduken? Unë besoj se dhe Enver Hoxha ka përdorur adrenokrom. Dhe ke 34 foshnjë. Jo 34 foshe vlla, kanë qenë 300 foshnjë ato. Që mungojnë, e ka thënë Visar Xhiti, e ka thënë edhe një tjetër. Po unë besoj Visar Xhitin. Se këto pastaj janë konspiracione të tjera. Dhe sa do ta përdorin, nuk fitojnë gjë. Në ç'kuptim, nuk shpëtojnë Enver Hoxha nga ato foshë. Ajo të jep riparim të qelizave staminale, po në atë moment ty të ka vdekur shpirti, o vlla. Fikse, këtu desha me dal. Kujta kujtojnë se jetën tonë ka në dorë mjeku jon. Se kuptojnë do që Zoti vepron nëpërmjet njerëzve. Po ç'e dua unë të jem 50 vjeç e dukem si 30 o vlla. Për çam duhet mua vlla? Jo, këta kanë falë shpirtin. Me zisa po 5 plakëm.